Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë të Kosovës ka njoftuar ndalimin e importit të shpesëve dhe produkteve të tyre nga Italia dhe Hungaria, pas raportimeve të fundit për përhapjen e gripit të shpesëve, llojit HPAI, HP5N1 në këto shtete. Sipas AUV-s, vendimi është marrë për të parandaluar hyrjen dhe përhapjen e sëmundjes në territorin e Kosovës dhe për të mbrojtur shëndetin e kafshëve dhe sigurinë ushqimore. Ndalesa përfshin importin në të gjitha shpesëve të gjalla dhe produkteve që kanë origjinë nga zonat e infektuara, përveç atyre që vijnë nga ferma të paprekura, nga sëmundja dhe që ndodhen të paktën 50 kilometra larg vatrave të identifikuara. Kjo mos hyn në fuqi menjëherë dhe do të qëndrojë në zbatim deri në një vlerësim të ri të situatës nga autoritetet përkatëse. Sadik Heta nga AUV për Televizionin Syri ka bërë të ditur se po e monitoron nga afër situatën epidemiologjike dhe është në bashkëpunim të vazhdueshëm me institucionet vendore dhe ndërkombëtare për të parandaluar çdo rrezik të mundshëm për vendin. Publiku dhe operatorët ekonomik do të njoftohen me kohë për çdo ndryshim të masave në fuqi.